I shisni ju këto punët tuaja? Po. Ku i shisni? Janë porosi më shumë. Porosi. Porosi qoftë private. Edhe në ka dhe publike, kështu që bëjnë për qendra. Ekspozita kam bërë dhe në Athinë, kam bërë dhe në Tiranë, në Galerinë Kombëtare të Arteve, në 2015, 2014, edhe në Gjirokastër kam bërë ekspozitë, nuk është se mendoj të bëj një ekspozitë të madhe, nuk e di këtu apo jashtë, me vepra abstrakte, si puna sa që është aty, nuk është se më shumë jam tek abstraksioni. Këto vepra që janë realizma, që janë për shembull bustet apo që i duan tjerë, po rrima time nuk është tek realizmi. Nga cili skulptor jeni frymëzuar, kë keni si model? Henry Moore, domethënë që janë këto rrimat e kubizmit, të Picassoa, të gjithë këto revolucionarët e pasi doli aparati fotografik me që kemi këtu, 1845, artistët filluan të shmangen atë teknologjia dhe të krijojnë një rrim të re, të pakapshme, abstraksionin. Që ajo që ta shprehen, që domethënë arti kërkon që të jetë një hap para teknologjisë. Artistët atë kërkojnë që të jetë dhe këtu nuk është shumë mirë abstraksioni, e shikojnë si akoma nuk është, po Evropa sot me ato përballet, me ekspozita që bëjnë në Evropë bëhen me artin abstrakt. Po shqiptar, skulptor shqiptar. Po. Këta të vjetit kemi Odise Paskalin, Mondas Dramin, që kemi pothuajse realizmi, sepse nuk ata janë në një ishte edhe sistemi komunist, nuk i lindet se kemi të burgosur për abstraksion neve. Kështu që Po Edi Rama. Shko, Edi Rama është, po ta shikosh në ngjyra, edhe në atë që kur e pash për të parë që ja pash ato pikturat, ka një pasaport në artë. Një sot është Garravina, u sa pash po, ai ka një pasaport në mënyrën e tij. A ka të rrëmujën politike të skicave, që ka dhe me ngjyrimet, domethënë arti, po ta kuptosh, ta shikosh, tregon gjithë karakterin e brendshëm të njeriu, të një piktorit, shumë ose skulptori. Rama që me që më përmendë Ramën në pjesën e tij si artist. Aty ka pasaport, domethënë që pa firmën e ti, po të shikosh tre vepra të mia abstrakte, pa firmën time ti e njeh rrimën. Edhe punë e Ramës, nëse ai bën në aparenc duken zgarravina, thua, thot populli pse ai është pasaport. Ai ka krijuar një pasaport, ashtu si ka krijuar me ato drithijet, me ato format ashtu, siç e ka, domethënë u e shikoj edhe në anën politike se si ngatërrohen gjërat aty. Domethënë sa kam parë, është vërtet që ka një rrim artistike. Pavarësisht se ai zgjodhi politikën, po aty ka rrim artistike, po. Ju e thatë mendimin tuaj për Ramën, po kush e di se ç'mund të mendojë Rama për shembull për punimet tuaja? Keni provuar t'ia tregoni ndoshta? Kam patur një incident në fakt edhe i kam nisur, kisha bërë kadaren tek ajo, pa kisha bërë një bustë të thjeshtë për tek shtëpia e tij. Ajo aksidentalisht u thye aty dhe në moment thua që dikush ma bëri qëllimisht dhe i nisi email Ramës, domethënë se ç'a bëhet tu që zënoj veprat e artit. Dhe i nis fotot, pa një kal që kisha me mërë, thot, e pa kadaren si të më ngushullon, dhe tha, kadaren është si skulpturat e në verit viteve 70, prishe e bëne tjetër, se ti bën aq kal, aq të madh, aq të bukur dhe të arrish të bësh një vepër si veprat e në shokut e në verë të viteve 70. Kështu që, nise, ai është zgjodhi politikën, po është në arti ka vet ato kodet e veta, ka lëvizjet e veta, kështu që do të ftoje dikë që të vinte në zhulat? Kë do të ftoje që të vinte, të shikonte fshatin, turistët? Çfarë do t'i thoje ti turistëve që të vinë? Aktualisht kam bërë një paketë editore. Për të gjitha vendet e kultit, ose edhe vendet se kemi dhe vende pagane të kultit, tu kemi nga të gjitha, sepse siç e tham për historinë, fillojmë me trojanët, që nuk e them unë, se ka thënë François Bougainville, i njohur dhe si Henry Bougainville, që filloj me të ardhurit e luftës së Trojës tjerë tek shtëpitë e tyre, ai e citon Zhulati i vjetër, ka këtë qytetin e Dardhës, që ata kanë ardhur tek në Trojët e tyre. Kështu që i ftoj të gjithë, dhe ata që janë artistë, ata që janë kushdo që është interesuar, Zhulati është një oazë kulturash, edhe një mister që të çon të teleporton në lashtësi në vitet që edhe shpella si të thash që mund të jetë në Neanderthalëve, mund të jenë të Homo sapiensit, po janë
mbi 100.000 vjeçare dhe mbetjet e tyre me ato gurtë strallit janë me qindra, jo me dhjetra. Do me thënë histori, lashtësi, natyrë, hiking, Po. rrugë të vështira, aventurë, të gjitha i gjenë në Zhulat. Sigurisht, ka ujvarat, ka 3 lumenj, ka ujvara, ka shumë ujvara Zhulat, ka kafshtegra, kemi kalin e qiqes, kemi lejlekun e zi, që janë 2 shpend që janë në zhduki, janë mbrojtje nga Bashkimi Evropian, unë jam në disa shoqata të këtyre që vinë dhe të huaj i vizitojnë, i kemi foljet shumë afër, kanë folizuar këtu dhe vinë vit për vit. Kështu që ata nuk na trajtojnë ve në Afrikë dhe kthehen, kështu që ne ta lëmë vendin tonë të Ose edhe ndoshta për të parë thjesht një fshat edhe për të bërë ndonjë gjumë të mirë në këtë natyrë fantastike Po. në Zhulat. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që erdhët. Respekt.